Erdhi të bënte dhëmbët, por vdiqte dentisti, detajet e reja për vdekjen e 63 vjeçarit italian në Tiranë. Detajet e reja janë zbardhur nga ngjarja ku një 63 vjeçar italian i cili kishte ardhur përkohësisht në Tiranë për shërbime dentare ndroi jetë mëngjesin e sotëm në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Shtetasi italian mbuante nga tumori në mëlçi, një sëmundje të cilën nuk ja kishte deklaruar klinikës dentare ku kreu ndërhyrjen dentare. Në 20 maj, italiani shkoi për të mbushur 3 dhëmball në një klinikë dentare në rrugën e Kosovarëve. Pas ndërhyrjes italiani ka shkuar në banesë, por mëtej nuk është ndjer mirë. Sipas policisë, pas 2 ditësh, në 22 maj ka shkuar në ambulancë në QSUT, pavarësisht ndihmës mjekësore në spital. Italiani 63 vjeçar ndroi jetë mëngjesin e të shtunës në reanimacionin e QSUT, pasi siç mësohet nga bluzat e bardha, ka pasur hemoragji në mëlçi. Policia nisi hetimet dhe mori në pyetje administratorin dhe dentistin e klinikës private ku bën ndërhyrja kirurgjikale. Nga sa mësohet përmes burimeve policore, klinika ka vënë në shërbim edhe pamje nga kamerat e sigurisë ku sipas tyre faktohet se ndërhyrja ka shkuar pa probleme dhe se italiani nuk ka deklaruar të vuajë nga ndonjë sëmundje. Në datë 22/2025 ka shkuar për mjekim në spital shtetasi italian DS 63 vjeç me banim të përkohshëm në Tiranë, pasi dyshohet se pas një ndërhyrje kirurgjikale në datë 25/2025 në një klinikë dentare në rrugën e Kosovarëve nuk është ndier mirë. 63 vjeçari pavarësisht ndihmës mjekësore të marrë ka ndruar jetë mëngjesin e sotëm. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 2 kanë kryer veprime të parahetimore ku i kanë marrë deklarim administratorit dhe dentistit të klinikës, njoftoi policia. Materialet proceduriale policia i referoi në prokurorinë e Tiranës për vlerësim të mëtejshëm të rastit. Ekspertiza e mjekësisë ligjore pritet përcaktojë dhe shkakun e ndarjes nga jeta të italianit 63 vjeçar në vendin tonë.